Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se do t'i ftojë në takim liderët e partive opozitare për të biseduar në lidhje me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, një çështje që ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Unë besoj që me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe unë qysh sot do t'ju dërgoj ftesa për të takuar në fillim të javës ardhshme. I pyetur se si mendonte se do të arrije një marrëveshje duke ditur qëndrimet e opozitës, Kurti tha se mundësia për konsensus përcaktohet vetëm nga të tjerët. Gjasa për konsensus përcaktohet vetëm nga të tjerët për shkak se gatishmëria jonë për konsensus është e plotë. Kurti e përsëriti qëndrimin se Kosova nuk duhet të shkojë në zgjedhje të reja, pasi sipas tij diçka e tillë nuk është as e drejtë e as e dobishme. Dhe nuk besoj që është e nevojshme ta përsëris veten. Presidentja e Republikës është kreu i shtetit, ku unë jam kryeministri i vendit dhe unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në gjykatën kushtetuese. Ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit i ri, nuk është as e drejtë as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të fillojë kuvendi të punojë. Kosova nuk arriti të zgjedhë më 5 mars pasuesin e presidentës Vjosa Osmani, të së cilës i mbaron mandati me 4 prill, ndërkohë që gjykata kushtetuese e pezulloi deri më 31 mars një dekret të presidentës Osmani, përmes të cilit ajo e kishte shpërndar kuvendin e Kosovës më 6 mars. Vendimi i kushtetutës nënkupton se Osmani nuk mund të shpallë zgjedhje të reja dhe kuvendi nuk mund ta vazhdojë më seancën për zgjedhjen e presidentit deri më 31 mars.